Kë prej politikanëve nuk flisni? A keni ndonjë politikan që nuk flisni edhe pse? Këto themi nuk flasim, unë personalisht nuk kam dikën që nuk flas, përpos nëse nuk e njoh. Po kryesisht to themi nashta pak më shumë që na kemi hatërmbetje. Po flas kështu personalisht që edhe i prishmi marrëdhëniet edhe i ndreqim marrëdhëniet që janë kryesisht zëdhënësit e partive politike. Ma ndreqim dhe ma prishim ditën, do më thonë gjithçysh me ta e nisën. Po ata janë pjesë e politikës, e konsiderohen dhe citohen thuajse çdo ditë. Po nai politikan veç ma si më thonë, unë nuk flas me këtë, jo, më duket një herë, nëse nuk gaboj, Hakia Bazit i ka pas mbet hatri prej një pyetjes që ja kum pas bo, në teren, po edhe më pat fshi për Facebookut. Po, e kena te i kalu. Po, se tash kanë ndryshuar gjana. Politikanë që nuk flasin me mua, sepse unë flas me ta, po ata s'flasin me mua. Do me thënë shumë s'po flet. Kush janë ata? Po, janë disa prej tyre. Dimal Basha. Dimal Basha më ka bloku në Facebook, edhe nuk flet, po ka qenë korrekt, ka orë në emision, për shkak komunikimit që kemi bërë përmes zëdhënëse, jo tash sekretari kuvendit, por sa ka qenë deputet, dhe ma ka thënë kështu kur ka dalë prej emisionit që ka qenë në ATV, edhe u taku me mu rasisht në koridor. A të foli? Edhe, jo, më tregoj. Edhe unë pithem, tash, Dimal, pse s'po ma hap telefonin, edhe pse s'po vjen në emision. Tha, unë edhe me orë në emision, tha me ty nuk flas. Se unë kum shkruj diçka për të në Facebook, po menaj që ta politikanët e ri e kanë kështu lëkurën shumë të ndjeshme. Fragil. Emocionohen shpejt. Po, edhe më tregoj, edhe ma kur, as nuk ma hap telefonin, as nuk më këthan mesaje, ka blok në rrjetet sociale, po shpresoj që në të ardhmen mund të flasim. Është edhe një politikan tjetër, cili nuk më flet, kam qenë bashkëpunëtore me të e afërt në një media tjetër ku kam punu, edhe vjen në emision, veç ma bën like, kur i thëm a je ofër, sepse jemi ndu njësë emisionin, edhe veç ma bën like në Viber, jo, edhe vjen në studio, edhe kanë qenë prezent edhe panelit, analistat, sepse në bashkëpunëtor më të mirë, i kam analistat, edhe gjithë janë burra, edhe ju ka folë të gjithve. Ta bën me shej që po vi, po nuk të folë kështu. Edhe jo, edhe gjithve ju ka folë për dore, edhe mu nuk më ka folë. Me gjithat e vlerësoj, sepse është shumë korrekt, vjen, nuk ka kësi kërkesa specifike për çka duhet me folë, për çka jo, është korrekt, vjen në emision flasë. Emri. E fola njërin. Ja, duesh në mos e jo, tash e të gjitha to. Tani, një dimali për një me i dhënë. Mare i zdi am vjen, mo. Ka mu bo minister. Cili? Publiku. Ka mu bo minister? Po. Dimali, cili? Edhe janë edhe disa politikanë të tjere, edhe prej opozitës. Armend Muja? Nuk po flasë, sepse është shumë korrekt në bashkëpunim. Tash për te asoj që së flet. Mirë, faleminderit.